Përshëndetje. Të përshëndes, faleminderit që gjetët kohë në këtë orë për të qenë me ne në këtë transmetim të drejtë për drejtë dhe të uroj gëzuar festat, gëzuar vitin e ri. Do doja të pyesja direkte, në temë për të pyetur se si do të vijojnë temperaturat duke nisur nga data 1 janar. Më lejoni së pari që dhe unë t'ju uroj gëzuar festat dhe temperaturat do të vijojnë të jenë të ulta për gjatë natës së sotme, gjithashtu edhe për ditën e nesërme, presim pra që të kemi temperatura të ulta si në vlerat minimale, ashtu dhe ato maksimale, pra edhe të ditës edhe të natës. E njëjtë do të jetë tabloja edhe për ditën e premte dhe më pas ditën e shtunë do të kemi një ndryshim sa i takon kushteve të motit, pasi do të kemi rikthimin e rreshjeve të shiut dhe rritjen e temperaturave. Nëse e nisim që nga mëngjesi i sotëm, pritet që të jetë edhe nata më e ftohtë, nëse mund ta quajmë kështu, sa i takon dhjetorit dhe janarit, pasi presim që temperaturat në Bregdet mëngjesin e sotëm të shënojnë deri në -1, në zonat e ulta pritet që të shënojnë -6, ndërsa në zonat malore pritet që temperaturat të shkojnë deri në -9. Ndërsa temperaturat maksimale apo ato të ditës për datën 1, pra ditën e njëjtë, pritet që maksimalet në Bregdet të shënojnë 7 gradë, në zonat e ulta sërish pritet që të shënojnë deri në 7 gradë, ndërsa në zonat malore pritet që temperaturat maksimale të shënojnë 0 gradë. Sa i takon ditës së premte, do të kemi rikthimin e rreshjeve të shiut në të gjitha qarqet, ndërsa në veri dhe në verilindje do të kemi rikthimin e rreshjeve të dëborës, të cilat do të zbresin deri në 800 metër, ndërsa në juglindje të vendit pritet që të kemi rreshje dëbore deri në 1000 metër mbi nivelin e detit. Sa i takon temperaturave për ditën e premte, minimalet në Bregdet pritet të shënojnë 3 dhe maksimalet shkojnë deri në 12. Në zonat e ulta pritet që temperaturat minimale të shënojnë -1 dhe ato maksimale të shkojnë deri në 11, ndërsa në zonat malore pritet që temperaturat minimale të shënojnë -5 dhe maksimalet shkojnë deri në 4 gradë. Ditën e shtunë pritet që të kemi rritje të menjëhershme të temperaturave, duke kaluar mbi vlerën 0 dhe maksimalet e ditës në Bregdet pritet që të shkojnë deri në 15, ndërsa në zonat e ulta shkojnë deri në 13 apo 14 gradë. A është normale për kohën që jemi? Për stilin që jemi? Temperaturat e ulta të këtyre 2 ditëve janë normale për stinën, ndërsa ato të cilat pritet që të rriten për gjatë fundjavës, sigurisht që janë më të larta, janë mbi vlerat mesatare shumë vjeçare, por është një trend që na ka shoqëruar vit pas viti tashmë dhe si themi jemi mësuar me këtë klimën e re e cila po instalohet në të gjithë rajonin, është në të gjithë botën dhe jo vetëm mbi vendin ton. Ajo çfarë do të theksoja është se pritet që për gjatë gjithë fundjavës, dita e premte, shtunë e diel, të ketë prezencën e rreshjeve të shiut dhe ditën e hënë dhe të martë, pra do të jetë dhe java tjetër me rreshje. Problematike do të bëhen rreshjet sa i takon fillimit të javës, sidomos në veri të vendit, qarku i Shkodrës, pritet që rreshjet jenë mesatare deri intensive dhe mund shfaqen dhe problematika sa i takon sasisë së rreshjeve që pritet të bjerë për gjatë fillimit të javës. Mëngjesi i nesërm dhe pra i të njëjtës dhe të premtes pritet që të ketë ngrica dhe do me thënë kryefjalë mbeten për këto 2 ditë temperatura të ulta, mungesa e rreshjeve, ndërsa sa i takon fundjavës dhe fillimit të javës tjetër do duhet patur kujdes për shkak të pranisë së rreshjeve dhe ashtu siç e thash, qarqet e veriut, Shkodra dhe Kuksi pritet që të kenë rreshje me intensitete të shtuara. Pra do dominojnë rreshjet e shiut, ndërkohë që të gjithë qytetarët do dëshironin dëbor në këtë fillim viti. Për gjatë të premtes do të kemi prezencën e rreshjeve të dëborës, ashtu siç unë e thash, në veri dhe në verilindje pritet që rreshjet e dëborës të zbresin deri në 800 metër, ndërsa në juglindje pritet që të shkojnë deri 1000 metër mbi nivelin e detit, por do të jenë të kombinuara me rreshjet e shiut. Nuk do të jenë ato ashtu siç e presin pra qytetarët që
t'jenë ditë të bardha apo me shumë dëbor. Që duhet të mbajnë çadrën me vete, ndërkohë për të bërë dhe një parashikim të përgjithshëm për janarin, do të jetë një janar me shi, i ftohtë, do të jetë i ngrohtë. Kjo javë ishte java më e ftohtë sa i takon janarit dhe 2 javët e dyta pritet që t'jenë me temperatura mbi mesataret shumë vjeçare dhe me prezencën e reshjeve të shiut, ndërkohë që java e fundit sërish do t'jetë me temperatura pak më të ulta se sa këto 2 javët e dyta, por jo në nivelet e javës së parë. Pra nuk do të kemi, le të themi, një 2026 shumë të ftohtë. Sa i takon janarit, kjo javë do t'jetë më e ftohta, por ashtu siç ne kishim paralajmëruar dhe më herët që ky dimër pritej që t'ishte i ftohtë, por do të ngelet në nivelet 1 apo 2 gradë me temperatura më të ulta se sa dimri i 2 viteve të fundit. E kuptoj. Ani Ragjoni, të falenderoj për këtë bisedë. Faleminderit juve. Faleminderit e gëzuar.